صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi tek Allah subhanahu wa taala, mëshira Allah qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allah subhanahu wa taala në shpjegimin e librit të Al-Adab al-Shar'iyya të autorit Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah. Në kapitullin në vazhdim, autori ka titulluar فصل في التزام المشاورة في الأمور كلها ومعنى قوله تعالى وشاورهم في الأمر. Kapitulli mbi domosdoshmërinë e konsultës në të gjitha çështjet, edhe shpjegimi i fjalës, i kuptimit të fjalës së Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Falja atyre gabimet o Muhammed, nëse sahabët gabojnë ndaj teje, wastaghfir lahum, edhe kërkoj falja Allah subhanahu wa taala për shokët e tu, وشاورهم في الأمر, edhe konsultoj ata sahabët, فإذا عزمت فتوكل على الله, e kur të vendosësh, atëre mbështetu në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra kapitulli mbi domosdoshmërinë e konsultimeve në mesin e muslimanëve në të gjitha çështjet dhe shpjegimi i kuptimit të fjalës së Allahut subhanahu wa taala, që i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, falem kur gabojnë sahabët ndaj teje, kërko falje te Allahu subhanahu wa taala për ta, konsultohu me ta, pastaj kur të vendosësh mbështetu në Allahun subhanahu wa taala dhe ec. Dhe në titull ka shpjegime të shumta. Kapitulli mbi domosdoshmërinë e konsultës në të gjitha çështjet. Çka është domosdoshmëri? Çka është konsult? Edhe çka do të thonë në të gjitha çështjet? Domosdoshmëri është obligim, detyrë, farz me u konsultu. Çka është konsulta? Konsulta është me marrë mendim umur kulliha në të gjitha çështjet. Çka janë të gjitha çështjet? Të gjitha çështjet janë ato të cilat janë praktike, për të cilat nuk ka argument të qartë në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra titulli, kapitulli mbi domosdoshmërinë e konsultës në të gjitha çështjet. Domosdoshmëri pra është farz, është obligim me u konsultuar. Konsulta çka është? Konsulta është kërkim i mendimit, çka po mendoni ju, ose çka po mendon ti personal. Dhe çka janë të gjitha çështjet? Të gjitha çështjet janë çështje të cilat kanë të bëjnë me përgjegjësinë me të cilën ngarkohet ai i cili kërkon këshill, me kusht që për atë çështje mos të ketë argument të qartë librin e Allahut as sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush duhet më konsultu ose kush duhet me lyp këshill? Këshill
niveli më i lartë që duhet me lyp është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas nivelit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është halifa i muslimanëve. Pas halifës muslimanëve janë përgjegjësit e muslimanëve në çfarë do lloj përgjegjësie që kanë. Pastaj bën pjesë krye familjari me anëtarët e familjes vetë, dhe kjo është niveli më i ulët i përgjegjësisë, për shkak se përgjegjësia e tij është në anëtar më të kufizuar. Në hadithin e saktë të cilit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, gjithë secili prej juve është përgjegjës dhe ka më dhënë përgjegjësi para Allahut, llogari para Allahut për përgjegjësinë që ka pas. Një prej llogarive që kemi më dhënë para Allahut është nëse kemi pas në përgjegjësi, a jemi konsultuar me njerëzit mbi të cilët kemi pas përgjegjësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam konsultua me shokët e vet, Khalifa e muslimanëve u konsultua me atë që quhet në shariat Mejlis Ushura, njerëzit më të mendjet, më të ndritura të shtetit islam, të cilët e drejtojnë me fatvat e tyre Khalifën e muslimanëve, ose kushdo përgjegjës i muslimanëve që ka qenë për sektor më të ulët se kjo, a u konsultua me njerëzit me të cilët ka punu, edhe kryefamiljari a u konsultua me anëtarët e familjes vetë. Dhe për këto kemi me dhënë llogari. Kemi me dhënë llogari, do të thotë, do të pyetemi para Allah subhanahu wa taala, dhe nëse e kemi bën ashtu sikur ka kërkuar Allahu, kemi më shpërbly. Nëse e kemi anashkaluar këtë çështje, ka ndryshim. Këshilla, konsulta është obligative. Thonë se kërkush në islam nuk është vetë bën çka don, në përgjegjësinë që ka. Prindi, përgjegjësi familjar, po shkojmë ka niveli më i vogël, ka niveli më i lartë, nuk ka drejt me bën shpit vetë çka dojnë ai. Nuk ka drejt. Edhe burri që shpesh keq kuptohet ose keq përdoret, nuk ka drejt ai çka ti teket me bën në shtëpinë e vet. Unë jam burrë dhe gruas çka ti thon unë do të më ngu. Kjo është gabim. Nuk është shariatike. Përgjegjësi prindi është përgjegjës në familjen e vet me e drejtu familjen sipas kushtetutës shariatike, jo çfarë teket ty. Burri është përgjegjës për gruan e vet, po është përgjegjës sipas rregullave shariatike, jo ky shkat çet rregulla. Unë ja urdhër ti mos më hapë 3 ditë. Çfarë kush jeti me dhon këtë urdhër? Unë ja urdhër ti më nejt me rikon 6 orë. Unë ja urdhër ti nuk kërkosh në islam. Nuk e ka këtë drejt në përgjegjësinë e vet, unë bëj çka duane. Por në bazë të përgjegjësisë që e ke, e drejton që përgjegjësi mrena kornizave, ligjeve të shariatit, duke u konsultuar me ata njerëz me të cilët udhëheq, ose me ata njerëz të cilët janë në përgjegjësinë tonë. Përgjegjësi i muslimanëve, qoftaj kryetari katurit e qytetit ta, diçka që ka në përgjegjësi, mund të bëjë atë çka duan vetaj. As halifja i muslimanëve nuk duhet me bë çështje tek atina. Ai duhet me drejtuar shtetin islam në bazë të kornizave që ligjeve të cilat i ka vendosur Allahu në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë hadithin e vet. Dhe duhet me kërkuar këshill në të gjitha çështjet. Në të gjitha çështjet, domethënë për çdo çështje e rëndësishme, por për të cilën nuk ka argument në librin e Allahut të drejtë për drejtë, as nuk ka argument të drejtë për drejtë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se aty ku ka argumente të qarta, të drejtë për drejta, nuk konsultu më njerëz. Se di, ai i zoti shtëpisë më thon me gruan e vet, me fëmijët e vet, a për falë sa bëjë mesa ajo? Isha konsultuar këtë punë.
se kjo punë është obligative në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka i vazhdat muslimanore të më konsultu, më bisedu me te, me mendu në bolis me jo. Nuk e në qishtë që konsultohen për ato për të cilat ka argumente të drejt për drejta në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush për antarëve bën gjunahe, kujt rrejnë, pin alkohol, të konsultohemi. O s'kem që konsultohemi këtu nuk lejohet me konsultu. Konsulta prej nivelive më të ulta deri te niveli më i lartë, e që pas pejgamberëve mosh, halifja e muslimanëve bëhet vetëm për çështjet për të cilat nuk ka argumente të drejtë për drejta. Për çështjet për të cilat ka argumente të drejtë për drejta, veç zbatohen. Kush gjë tjetër hiç nuk ka, aty mohabet a pe bojmë as se bojmë. Të bojmë sot që shpelon punën e taravia, për shembull. Që shpelon punën e namazit xhumos. Nuk mund është kërkush nuk ka mundësi me që shpebojnë këtë punë, kurse kjo punë është çështje e kryme, për cilën ka dhënë ligji Allahu subhanahu wa taala në librin e tij ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dhe pikërisht këtë çështje njerëzit dalin nga feja. Kufri në gjykim është në këtë çështje. Kur të mlidhen njerëzit dhe të diskutojnë çështje a bojnë për diçka për të cilën veç Allahu ka vendosur, që më bëj çështo. Çto është kufri? Ose për një ndalesë, ose për një urdhëresë. E diskutojmë që ja bëjmë kësaj pune, nuk diskutohen çështjet për të cilat ka dhënë Allahu subhanahu wa taala urdhër për zbatim, ose ka dhënë urdhër për ndalim, ose ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por konsultat, diskutimet bëhen për çështje të cilat nuk janë të përmendura direkt në librin e Allahut ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj mblidhen ose kërkohet konsulta si veprohet me këtë çështje, pasi që nuk e kemi gjetë librin e Allahut dhe nuk e kemi gjetë në hadithin, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në të gjitha çështjet pastaj bëhet konsulta. Dhe konsultën nuk duhet me keq kuptuar, sigur që e keq kuptojnë një pjesë e madhe vllazive në këtë rast, për shkak se niveli jonë është më lyp mendim ose konsult për vllazive se çfarë është mundësia dhe përgjegjësia. Para se me shku të keq kuptimi, për ikuna duhet me kërkuar konsult ai që ka përgjegjësi. Për ikuna duhet me kërkuar një konsult për një çështje, me thonë valla, që kjo çështje, çka të mërmenja ty, mendimi jot, cili është për këtë çështje, se çka është konsulta, e cila keq kuptohet shumë, mendimin për me të konsultu, për me të pyet dikush që ka një përgjegjësi, fillimisht i duhesh më kon dikushi. Çështja apo që keq kuptohet thotë mu, s'um ka vetë kërkush, po valla ti çfarë vlerë ke ja, a kine far kapacitetit ja. Atë asnjësh nuk kupton pse s'ty vetë kërkush, se si kërkush i hiç. Sa na njefti diçka në fe, në shkencën e hadithit, tefsirit, historisë islame, të fikut, çka din ti për çështën e fikut, jo s'dikur gjomish mos po vetë kërkush. Po ti s'bën me vetë, është haram të konsultuar bile, është gjëna, nëse vetë dikush me ato që ka konsultuar ty, do të më mbjell musliman me këto me hekës, do më kon përgjegjësioni se a dine me kon kuna i lyp kë konsult. Por me lyp dikush këshill, dhe këtë Allah subhanahu wa taala vendos mes në njerëzve me drejtësi. Nëse ne nuk kena vlera, njerëzit nuk na konsultojnë. Sa nëse s'ki diçka veçori që mundesh me dhënë kontribut, nëse kërkohet mendimi prej teje, s'pi kërkosh.
pse mos më qesin me dhënë fetva, por pse me qitë është problemi, pyetja është pse me duhet me të thonë ty. A e zdi me lezu Kur'an, pse mu kush më qesin imam, po ty zbën me të qitë imam se ti është gjëna, me dal imam, por me kërkue dikush këshill, dush me pas një nivel. A qëtë nivel, qyshe arrin njeriu, atë nivel e arrin me mësim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innama al-ilmu bit-ta'allum. Dituria mirët të mësu, s'mirët ndryshe. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Dituria mirët duke mësu. Aleikum selam rahmetullahi wa barakatuh. Edhe nëse është në çështjet fetare, edhe nëse është në çështjet të dunjos, në komentin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala që flet për Jusufin alayhi salatu wassalam në surën Yusuf, Jusufi alayhi salatu wassalam kur ka hyrë në burg me ata dy njerëzit me të cilët ka qenë në burg, pasi që ata i kanë pa ëndrat e tyre, i kanë drejtuar Jusufit alayhi salatu wassalam. Jusufu eyyuha as-siddiq. O Jusuf, që je shumë i drejtë. Pse kanë pyetur Jusufin? Se këta kanë ditë, kanë pa me sytë e vet se ky është njëri i drejtë. Thonë ka një veçori. E ftina, jep tani fetva. Pse më i dhon të fetva? Për shkak se kur ka fol ky më herët, ka fol çështje të cilat kanë dalë precise. Ata dy burgosët që kanë pa kanë ëndër, njëri që ka bërë buk, tjetri që ka shtrydh rrush, ka thonë njëri për juve ka më mbyt, njëri për juve ka më liru. Edhe a njëri e kanë mbyt, tjetri u liru. Pastaj kur ka ardhur për herën e dytë mi kërku fetva, ja ka përmend pse po lypi unë piteje. Po lypi piteje se ti mas pari kemi nejt me ty e me vite, ti je i drejtë. Edhe kur ki fol në fetfatë tua, ke qenë i saktë, ka ndodhur që ka qenë që ashtu qysh na ke thonë ki pas një huri. Falamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma. Thot Allah subhanahu wa taala për Jusufin alayhi salatu wasalam, kur ka arrit me pjekurinë e tij, i kemi dhënë dituri për komentimin e ëndrave, edhe dituri të thella për çështjet e fesë. Ta na shkojnë pyesin Jusufin alayhi salatu wasalam, çfarë ka ëndër? Ta na thotë e mund pse s'u pyet kërkosh komentimin e ëndrave, pas zbante me pyetjet. Ti nuk din Allah, veç për shëtan nuk do të më pyet tyje. Kur kërkohet, kur nëse ai që ka përgjegjësi dëshiron për një çështje për të cilën nuk ka argument, se kur ke një argument përgjegjësi nuk do të më pyet, po veç do të me zbatu çka që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por kur nuk ka argument do të më pyet njerëzit të cilët kanë cilësi. Kurse në çështjen e fesë, innamal ilmu bit-ta'allum, dituria mirët duke mësu. Duke mësu, mësimi praktik i fesë, prej të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sot, praktika më fort është ulja para dietarëve. Po do më pyet diçka, po, ai ula edhe para dietarëve? Jo, po çmë të pyet ty. Praktika e dytë e mësimit, innamal ilmu bit-ta'allum, është mësimi duke lexuar libra të atyre të cilët kanë shkruar. Sa libra e ke lexuar, nuk e kam lexuar asnjë libër. Sa herë ul para dietarëve, nuk e ul asnjëherë. Çka mendon për çështën e madhore të ummetit? Edhe më ne nga nis fol bismillah, çështja e ummetit duhet mos zgjidhet në këtë mënyrë. Me pas cilësi në aspektin e fesë, duke mësu, duke ul para dietarëve edhe duke lexuar libra. Në aspektet e dunjos fitohet dituria duke ul para njerëzve të ditur në lëmit e caktuara, duke lexuar për lëmin e caktuar edhe duke bë praktik në lëmin e caktuar. Dhe xhalifa i muslimanëve shkon e pyet bujkun, për shkak se ai ka dituri rreth asaj çështje, edhe e pyet shumë thjesht, konsultohet me atë ose me ata kur duhet me bërë qëtë punë, e cila bën pjesë të ona bujqësisë, për shembull. Ose i pyet mjeft që ka të bëjë të ona mjekësisë, ose i pyet ata se cilin në lëmin e vetë, në hurinë e vetë.
Komentatorët e Kur'anit në surën Yusuf, kur kanë përmendur se Yusufi alayhis salam e ka njoft ëndrat, komentimin e ëndrave, në kohën e Yusufit ka pas edhe të tjerë të cilët i kanë komentuar ëndrat. Të tjerë të cilët i ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Qalu adghafu ahlam. Se mreti kur ka pa ëndrën, fillimisht i ka konsultuar ata dietarët e vet që i kanë pas në vetën e vet për ëndrën. I ka thonë aty me kompani ëndrë kështu. Kret ëndra qartë ka qenë, kur çështë ka pa qartë aty. I këmë po 7 plot zartë aty, hamë 7 plot. Më i këmë po 7 kallitat, i këmë hamë 7 kallit me numër i sakt, me molli i sakt, me veprimi që ka bëj sakt, kalu adghafu ahlam, të rrencat që për mretit, kjo ëndër është shumë e komplikuar. Komplikuar se ti e gjahil, se kjo s'ka komplikuar me hiç. Këtu kretë gjonat janë të deshifruara. Jo, nuk dim na me komentu këtë ëndër, adghafu ahlam, se kjo është ëndër e pështjellë. Kur e kanë vetë Jusufin alayhis salam, se ata s'kan ditë, që janë kompetent për shatë punë, pastaj ka shkuar kanë vetë Jusufin alayhis salam se ka rënë me këtina që Jusufi e din komentimin e ëndrave, edhe Jusufi alayhis salam ka komentuar dhe ka përshtat tamam komenti edhe ka ndodhur pastaj ajo që ka ndodhur sikur ka komentuar Jusufi alayhis salam, kanë thënë komentatorët e Kur'anit. Besimtari duhet me qenë në profesionin e tij më i miri në vendin e vet. Çish është e mundshme? Edhe kjo realitet po. Pse është realitet në shumicën e çështjeve shkencave të dinjos që afilet janë më të aftë se muslimanët. Kjo është gjëna. Gjëna është. Pse se dina na? Do të më shkuar me vetë një që si se beson Allah. Për shkak se as si ullë para njerëzve që din, as nuk kemi lexuar atë që kanë shkruar njerëzit që din, as nuk kemi bërë praktik për çështjen e caktuar. Tana duke qenë këtë musliman për një çështje tjetër, për një çështje të njohur, do të më shkoj me pyet një që hiç nuk beson Allah as pejgamberi sa as kujt në këtë çështje. Por këtë në çështjet e fesë normal se është përgjegjësia më e rënda. Edhe fjala e popullit gjyshoqet e pajmon është kretë saktë. Kretë saktë është për me pajmon, se për çdo është gjys. Sa i më konë, i kështë thënë, tamam, plot që duhet, po është gjys. Edhe ku të lenë pajmon të në shkën gjehenem. Më konë arkitekt e ka lënë shpijen kesh, të rëzot të mytë, ama të japet shkën gjenet se të ka zonë objekti. Nëse është mjek, apet gjys të mytë, po të japet fiton shkën të Allah është problem. Ama kur të aprish kjo imonin se është qësi farë gjyse, të na qësh del të Allah subhanahu wa ta'ala. Në gjithë se cilën qështje, qështja e fesë është më madhore për shkak se, kur i iben uzime të devijuara, personi shkon në xhehenem. Dhe për këtë ka argumente të shumta në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e saktë, personi që i ka vrarë 99 veta, e dhehebe ila rahib, ka shku ka pyet njëri që i bën ibadet. Po kjo është shumë i mirë, musliman i mirë bën ibadet, po jo për më thonë të fasë kjo s'di. A ka pendim për mua, çka ke bëu ti ku bën 99 vet? Ko çka pas ke bëu ti? Se kjo s'din. S'din, edhe me pas mua kë kish me pa pendu, me pas mua këto, se ky ka thonë s'bën më pendu ti më. Çish nuk bën më pendu kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sa ka thonë dera e pendimit është qel deri në kur lindidi e ka pendimi ose deri kur vjen shpirtin fyt. Ti as kia vetë se kon të pasu kon të dek njëri. Pse s'ka pendim? Se s'ka se kjo s'dim. Edhe me ngua këto, ai kish me pa pendu, shkon pa pendu edhe përballesh pastaj te Allah subhanahu wa taala me gjinon që ke bën nëse është kufër, tana përballesh me kufrin, gjithë tana thënë Allah më tha ky. A bën me bashir, po bën se është sevap, është vazhdim. Ta nuk i shkon bot mushrik, e ditën e kiametit më tha ky. Nuk funksionon çështja kështu në ditën e kiametit më tha ky. Por të gjenden ata të cilët kanë njohuri dhe i plotësojnë kushtet shariatike me jetën, praktikën e tyre të përditshme, me familjet e tyre të në përgjithësi që ka pas me qenë në
rrugë, ashtu si ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe elemente të tjera, pastaj pyete. Kjo është çështja e parë, me konsultue kushdo që ka përgjegjësi prej neve, për çështjet për të cilat ka argument, s'do të më konsultu veç duhet me zbatu, për çështjet për të cilat nuk ka argument, duhet me konsultuar njerëzit të cilët kanë veçori në çat drejtim, për çka konsultohet ai se ka njohuri. Ajo që shkëptuat pastaj të shumë për vllaznive, kur dikush për njerëzve të cilët kanë përgjegjësi, nuk i konsulton ata për çështje të cilat ka argument, ata thonë, jo, ky se vetë kërkon veç që bën çysh vetë, po bëhet vetë se kjo është e preme ka ardhur në librin e Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na shkëmbë fol më kërkon këtë çështje. Gabimi i parë që bëhet është kjo, ai nuk e vetë kërkon. Nuk e vetë kërkon se e bën vetë, po dhe se për to ka tekst, për to s'bën me vetë bile kërkon. Gabimi i dytë, kur të kërkohet konsulta, kur të kërkohet këshilla, do më thonë, veç jam të të pyet ti çish mendon. Ma du të me vendosë çish më thot ti. Unë i thash ai se boni gjithashtu. Po se ka detyrë me bëj ashtu veç. Përgjegjësi i muslimanëve në cilin do sektor ose në familje, nëse është krye familjare duhet më konsultu për çështjet të cilat janë të interesit familjar, duhet më konsultu më gruan e vet. Do thonë, çish mendon ti për çet punë, edhe ai thotë çështu, tani e konsulton se ka prindin, çish mendon ti për çet punë, ai thotë çështu, e konsulton nënën e vet, pastaj çish mendon ti për këtë punë, ai thotë çështu, secili prej tyre mund të pas mendime të ndryshme, e konsulton djalin e vet, ai thotë ndryshe, e konsulton çikën e vet, ai thotë ndryshe, se kena kërkuar mendim, ti çish e sheh këtë punë, ai thotë unë e shoh kështu. Ky tjetër thotë unë e shoh kështu, ai tjetër thotë unë e shoh kështu. E kjo që është përgjegjës i ka marrë disa mendime. Pastaj ky në bazë të vlerësimeve e vendos vetë. Zotë na rujt me dalë me vendos tani sipas mendimit që tha gruaja, i nona edhe baba thotë se ky veç gruan pengon. Me vendos tani sipas mendimit që ka thonë nona, kjo thotë ky veç për kuptimi i gabuar i konsultes, i mendimit. Na kemi lyp mendim. Nuk kena lyp të i vendim, se ti që është momenat du të me do të i khalife, jo me të lyp konsult. Ne kena lyp mendim, një çështje e kemi para vete. Si pas mendimit tonë, çish është mas miri me bo, përgjegjësia fetare është. Kjo tana me fol me kompetencë, që du të me pas dituri për çato që është pyet, por ndryshe nëse se din me thonë edhe që nuk e di unë, pyet e dikën tjetër. Nëse ka dituri, duhet me thonë sinqert, drejt. Qysh e din ky, për shkak se në hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë gjithë secili udhëheqës i ka dy lloj këshilltar. Këshilltar të cilët e këshillojnë drejt, e udhëzojnë drejt, edhe këshilltar të cilët e këshillojnë gabim. Edhe në bazë të konsultave të tyre, ky ose fundoset ose ka sukses. Atëherë kur kërkon dikush për muslimanëve një konsult ose një këshill për te, nëse ke njohuri, fole me sinqeritet të plot dhe pa e mshef kur gjë për diturisë që ti e din. Dhe kur ta dhosh mendimin, përfundoj më. Çështja e jote ka qenë deri këtu. Çka mendon ti për këtë çështje? Unë mendoj kështu. Pastaj më që është vendoset kjo nuk ka detyrë. As nuk është pjesë e jote ama, se e nga nëse ka mund dikush. Ajo që ka qenë detyrë e përgjegjësit, ka qenë më kërkuar një mendim, në këshill. Përgjegjësia jonë në këtë rast është me thonë drejt, që ashtu që e dim na për çfarë punë, edhe këtu përfundon. Tana që e vendos ai që është përgjegjës, a ka vendosur që e kam këshillu unë, a që e këshillu ti, a që e këshillu e tjetri, ajo më është përgjegjësia tina, nuk është më përgjegjësia jonja. Ja, unë i thash atina, ma i apet e kish bo mendimin e vetë, po ti e pas veç mi thonë, që ka që më nuk është për ty më të anera, kur gjë s'ki drejt, kur gjë heq. Unë e këshillova, po apet e kish bo mendimin e atina, po kjo nuk ka punë për ty, punë për ty ka qenë, vetëm me edhon këshillën që ashtu që është o kërkuar për teje. Pra çështja e titullit në fillim, autori nëpërmjet titullit mbledhjes fjalëve
e tregon dispozitën, domosdoshmëria e konsultës për të gjitha çështjet. Domosdoshmëria është kushdo që ka përgjegjësi nuk ka drejt ky vetëm me bosh ka t'jen qef vet ky. Po ky do të më kry përgjegjësinë e vet mrena kornizave, çu ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse paraqitet në një çështje për të cilën nuk ka argumente drejt për drejt librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky e ka obligim, e ka farz me i pyet njerëzit të tjerë të cilët mund me pas dituri, njohuri më shumë se sa këtë çështje. Pastaj kur i konsulton ata, i merr mendimet e shumë prej tyre dhe e zgjedh një që ky mendon që është më arsyeshme. Pse e zgjedh një që ky mendon që është më arsyeshme? Se për çfarë kemi qitë nacional? Për çfarë po përgjigjes ky? Se ai që bëhet përgjegjës i muslimanëve në rrethona ideale, po themi, duhet të më konë mendja më e ndritura për çatë çështje. Do të më qitë muftin në gjyq treguke Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, muftia Sheikh al-Azhar shkon e pyet Abu Ishaq al-Huwaini për hadithin. Po ti pse ke hi Sheikh al-Azhar o ti që çan? Kurse se din hadithin tani dush më shkuam se ti përgjigj për çfarë punie, për çfarë je muftia dhe tani muftia nuk e din çka është hadithi, nuk e din çka është tefsiri, nuk e din çka është dispozita, tani do të më shkuar me i vetat atje kur e ka zorën e vet, pastaj kur nuk e ka zorën e vet ata janë khawarij, ata janë kështu, ata janë kështu, për e hum amanetin me të cilin e ka ngarku Allahu subhanahu wa ta'ala. Kërkon këshill, konsult për të gjitha çështjet të cilat ose për të cilat nuk ka argumente të qarta të drejtpërdrejta librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se po të ketë argumente të qarta, nuk duhet me pyet kërkon, por duhet vetëm me shkuar në veprim ai që ka përgjegjësi, për shkak se ai që ka përgjegjësi nuk ka arsye tim te Allahu subhanahu wa taala pse nuk e ke zbatu atë me të cilën ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse e ke pas mundësinë dhe e ke pas përgjegjësinë, e ke marrë, e ke pranuar. Nëse e sheh që smohesh me krye, thoj smoj me një aty, nëse e pranon përgjegjësinë, atë pastaj jep llogaritë te Allahu subhanahu wa taala nëse çështja ka qenë e drejtë për drejtë, e çaq librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse s'ka qenë që ka pas argumente, ki përgjegjësi nëse si konsultuam me muslimanët me ata të cilët kanë pas njohuri. Kush duhet me kërkuar konsult, kur duhet me kërkuar këshill, gjithsecili në përgjegjësinë e vet që ka, duhet me kërkuar konsulta për çështjet për të cilat nuk ka njohuri tamam se çish veprojnë, kurse të tjerët kanë mundësi me pas njohuri më shumë se sa ky. Dhe komenti fjalës së Allahut subhanahu wa taala, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Keni vëmendjen se autori librin kur e ka titullu edhe në hyrjet të librit, se titullin e librit e ka dhënë dispozita shariatike, norma shariatike, pastaj në fillim të librit ka thonë nëpërmjet këtij libri kemi synim me u tregua muslimanëve se cilat janë përgjegjësitë e muslimanëve ndaj muslimanëve, cilat janë përgjegjësitë e muslimanëve ndaj jo muslimanëve dhe krijesave të tjera, dhe cilat janë përgjegjësitë e muslimanëve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Rregullat, cilat janë udhëzimet prej tyre, ajo që Allahu ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shokët e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas vahi prej Allahut subhanahu wa taala, shpallje. Dhe e pa diskutueshme se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas njohuri më shumë se të gjithë sahabët. Pse Allah subhanahu wa taala ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fa'fu anhum, falja sahabëve kur ata gabojnë ndaj teje. Wastaghfir lahum, edhe kërkoj falja Allahut për ata kur gabojnë. Wa shawirhum fil amr, konsultoj ata, kur me konsultuar që ata që gabojnë, që ata që kanë bën ndaj teje gabime, për të cilave për gabime për të cilat i kërkuar falja Allahut, edhe që ta të më shku mi pysis, me lashe s'vjen kërkush mi pyt, me që ta njerës,
Sa e thotë ato se byti se është ashtu, ky ato se byti se është ashtu, ky se konsultato se ja me diri. Për në si përfaqe tokës që mund është më konsultu me ta përveç teje që qytetërisht të ekzistu, pejgamberit Allahu subhanahu wa taala, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar në një falja atyre kur gabojnë. Kushdo që do të më shku hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të më fal muslimanëve atë që falet kur ata gabojnë. Kur ata gabojnë ndaj tina. Nëse në atë që dihet qartë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk u hakmor ndaj kërkuina për gabimet që kanë bërë ndaj tij personal, kur hiç një. Kurse kur janë shkel dispozitat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më nuk ka njoft kërkon. Na e kena vesh kundërtën. Kur për dispozita nuk rrokme më kërkon, veç këtë na treg diçka njëre personal, trajnohem me krejt. Edhe jemi pasus të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po çish jo, shumë pasus i madh. Veç ka një dallim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë nuk ka bërë kompromis në çështjet e fesë, kurse ka bërë lëshime në çështjet personale, na kur nuk bëjmë lëshime në çështjet personale, gjithmonë bëjmë lëshime në çështjet e fesë. Me e mus diçka ato personal trenohet këtë. A është më ka thonë ai mu? More, ai tjetëri ka thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hiç si nuk ti, a kur ka thonë për ty trenohesh. Ai më ka shoh mu, ata kanë shoh, shen hiç si mërzitet për ta, ama por që e ka shoh këto, që trenohet krejt. Ky është gabimi i por në atë që Allahu ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu anhum, në çështjet që kanë të bëjnë me juve personale, në çështjet të cilat janë praktike, çështjet e dunjos, që gabojnë musliman, falja. Vetëm në çështjet të cilat janë fetare, aty mos e fal kërkon. Se aty nuk është e drejta jonë me fal për argumentin, e drejta jonë është ti më ke shoh mu, ta bëj Allah me dashur, ta bëj Allah. Ama ky e ka shoh pejgamberin sa, hajde inshallah se na shteu kom pa vedia, kur ta shohim këto, hiç nuk thotë që u kom pa vedie, se ka ditë çka të fol. O astaghfir lahum, jo vetëm me afal, por edhe me kërku falje te Allahu për ata që kanë gabuar. Dhe në dersën e kaluar kemi përmend për gjunave të rrezikshme është me u gëzu kur një musliman gabon. Mo ti s'dush më gëzua, ti dush më shkue, më lut, më fal të reqate, edhe me lutu Allah që ky muslimani ka bërë fal gabimi, ja Rabbi udhëzoje, drejtoje, falja, përmirësoje, që shto kam dash me bo, jo me hyqim me dalë me shkruë se pas ka bo një gjëna. Tani është mos përputhje e madhe shumë me atë që Allahu ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Falja me atyre kur gabojnë dhe kërko falje te Allahu për ta, wa shawirhum edhe konsulto me ta. Me kur, po do me çatasës në skena të tjerë. Na do të më konsultuar në mes vetes në skena të tjerë pe hanë që na i bin krijesa të tjera më konsultu, na që ta që shëlan mes vete. Edhe halifa i muslimanëve me çata ka më konsultu se s'ka pe qielli nuk i vjen me çat mundësi që ka ai. Edhe dietar çata që janë se s'ka tjerë, çata që janë të kohës që ata konsultohen për çështjet e atyre që janë aktuale, kurse çështjet të cilat janë të prera pastaj me ixhmo, me tekstet e tjera ato janë vetëm se çështjet e kryme. Wa shawirhum fil amr, konsultohu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka konsultuar sahabët. Pse i ka konsultuar sahabët? Kurse ai ka pas vahi. E vërtetë është se s'ka pas nevojë të konsultuar me sahabët hiç. Por komentatorët e Kuranit komentin e fjalës së Allahu subhanahu wa taala wa shawirhum fil amr, konsultoj ata, kanë thonë me këtë Allahu subhanahu wa taala ka dashur me u bë të qartë muslimanëve se i dërguari kur kërkon konsulta e jush, kush ka jeni ju që kërkoni konsulta prej atyre të cilët kanë njohuri. Por Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me kërkue konsulta prej sahabëve, jo për shkak se ka pas mungesë njohurive, për shkak se ai ka qenë vazhdimisht i njoftuar në përmet vahit, por mjafton muslimanëve të shkruar se
kushdo prej juve që ka përgjegjësi duhet me u konsultue në përgjegjësi dhe në veprimtarinë e vet me besimtarët të cilët i ka afër. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, me konsultue sahabët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka konsultuar në shumë transmetime të sakta. Edhe në disa raste ka vepruar sipas përgjigjes që ka dhënë dikush prej sahabëve, në disa raste edhe pas konsultimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendosur vetë. Në çështjen e hurmave në Medinë, kur i ka pa njerëzit të prej hurmat, të krasit hurmat, çka të bëjë, ka thënë krasit me. Jo, nuk ka thënë leni, ka vendosur vetë pejgamberi sa veç. Kur ka ndodhur që s'kan bë, ka thënë atëre mos i bëni më, e ka ndryshuar për shkak se nuk është çështje fetare. Në çështjen e luftës, çështjen e Bedrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vendosur njerëzit në vi. Ka ose manifestuar e dërguar Allah, më ashtu se me qitë ma përpara është ma njëse qëto që ke vendosi për shkak se uji është pastaj jetë mbrapa ushtarëve edhe kanë qose, kurse mushrik s'kanë qose, është për neve avantazh, qështu, bëne qështu, ka bo i dërguari Allah, basi që ka thonë, njëri për sahabive ka vendosë në luftën e Uhudit, e kanë këshillu pejgamberi sa sa dirë për Medinë, shkon vend në saktum, edhe ka shku. Do të thonë, janë të gjitha çështje praktike për të cilat nuk ka argument të drejtë për drejtë librin e Allahut, as në atë që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka marrë këshillat në përputhje me atë që e ka llogarit pasaj që është më mirë, edhe në raste të caktuara sahabët i kanë dhënë mendimet e veta, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj edhe nëse ka qenë çështje e dunjos e ka vendosur sipas asaj që e ka pa të arsyeshme vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa shawiruhum fil amr, konsultohu, kurse Allah subhanahu wa taala për sahabët në ajet ka thonë wa amruhum shura bainahum, sahabët janë këshilluar mes vete. Wa amruhum shura bainahum, ata konsultoheshin, këshilloheshin në mes vete. Edhe këshilla përfundon aty ku jep mendimin. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, dhe pjesa e fundit dhe Allah subhanahu wa taala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky rregull pastaj vjen për të gjithë muslimanët të cilët kanë përgjegjësi, basi që i keni marrë të gjitha sebepet, i li konsultue me ata me të cilët ke pas mundësi me konsultue, ke pru vendim, kur bjet vendim, mos ka me pas, nuk e di apo bëhet as po bëhet, nuk e se me dy mene ose me ma shumë se sa një mene. Fe idha azemt, u të vendosni, të wakkal ala Allah, më shtet në Allah subhanahu wa taala, dhe në këtë mënyrë mundësia për gabim është shumë e vogël, dhe nëse gabojmë, pastaj kemi arsye te Allah subhanahu wa taala për shkak se kemi rënë të gjitha mundësitë që kemi. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.